Nuk është konsultuar apo nuk është diskutuar fare me shqiptarët, me komunën, me qytetarët e prekur nga ky projekt? Kryeministri Spajis ka qenë në një vizitë në ftesë të kryetarit të komunës së Ulqinit në Ulqin dhe ka tentuar ta sqarojë këtë projekt, biles edhe në formë domethënë vizive ka paraqit një plan ideor se si do dukej. Ku në atë plan ideor është kuptuar se bëhet fjalë për gjithë bregdetin e qytetit të Ulqinit, bëhet fjalë për një plazh për 12 kilometra apo 20 milion metër katror sipërfaqe. Dhe domethënë në të shti, në këtë aspekt, për atë domethënë reagimet të qytetarëve, qoftë pushteti lokal ka qenë kundër kësaj mënyre të zhvillimit. Sigurisht që qyteti i Ulqinit ka më së shumti se asnjë qytet tjetër bregdetar në Maltezi nevojë për investime, sepse është lënë për dekada jashtë investimeve serioze në turizëm. Mirë po janë ofruar edhe pjesë, domethënë të ofrohet disa pjesë për zhvillimin dhe njësi akomoduese, sepse Ulqini ka hapësira, qoftë edhe në plazhin e madh konkretisht, po jo të shtia, sepse të shtia do të privonte, siç thamë, gjithë investimet e qytetarëve të Ulqinit që kanë bërë në sektorin e akomodimit, do t'i privonte nga qasja turistëve të tyre në plazhin e madh. Dhe kjo është brenga më e madhe. Dhe kryeministri insiston që nuk do të jetë në intervistën e fundit dhënë për radio televizionin publik, që nuk do të jetë resort i tipit mbyllur. Mirë po nuk mund të ketë garanci sepse qytetarët sigurisht janë shumë të shqetësuar për gjitha këto që thash më lart, edhe për vetë faktin se në qoftë se një investim i tillë në një sipërfaqe 20 milion metër katror prej 35 miliard eurosh për 10 vite të ardhshme, është edhe frika e ndryshimeve dhe devastimit të hapësires, sidomos aspektit ekologjik, mbrojtjes së mjedisit jetësor, devastimi për një afat të gjatë i cili vështirëse mund të rikthehet me ndonjëherë. E kuptoj. Pyetja është si mund të ndalohet një projekt i tillë, si mund të sigurohet transparenca, si mund të përshtatet ky projekt me pra që të ketë edhe investime që Ulqini ka nevojë, por që të mos preken edhe këto aspekte. Këto janë, kam përshtypjen, pyetjet që duan ndoshta një përgjigje apo duhet ndërtuar një përgjigje për ta. Absolutisht, domethënë gjithë opinioni publik në qytetin e Ulqinit, për atë protesta është aq masive sepse nuk ka një transparencë të plotë rreth kësaj se çka pritet të ndodhë. Sipas paralajmërimeve thash është një mega projekt i cili nënkupton një qytet të ri brenda qytetit të Ulqinit, nëse mund ta themi ashtu në terma konkret. Domethënë një hapësirë e re totalisht ku qyteti aktual apo qytetarët e Ulqinit do të mbesin jashtë atij resorti dhe kjo është frika që shqetëson qytetarët. Absolutisht gjithë qytetarët e Ulqinit dhe pushteti lokal janë për investime. Qyteti i Ulqinit e thash edhe ka nevojë për investime, po jo në ato përmasa e cila do të shndrohej qyteti i Ulqinit në një qytet i ri, i cili do të lënte pjesën e qytetarëve të Ulqinit apo turistëve të cilët do të vinë në Ulqin në akomodimet e tjera private jashtë portave ose jashtë hyrjes. Sigurisht kryeministri mundohet ta shqyrtojë edhe ta argumentojë që nuk do të jetë tipi mbyllur, do të ketë qasje në plazha, çdo investim i metutjeshëm do të bëhet në bashkëpunim me vetë qeverisjen lokale, por procedura kur e mendojmë në tërësi nga fillimi i kësaj bisede edhe deri sot nuk është më shumë se një muaj dhe hapet duken shumë të përshpejtuar dhe kjo marrëveshje do të vijë në kuvendin e Malit të Zi, ku kryeministri aktual ka filluar konsultat me kryetarët e grupeve parlamentare për të siguruar shumicën që kjo marrëveshje, e cila është nënshkruar ndërmjet Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, të kalojë edhe procedurën në parlament, ku pastaj i hapet drita e shile investimeve dhe konkretisht të realizimit të projekteve të përfolura.